A e di që shumica e vendimeve të tua nuk vijnë nga mendja e vetëdijshme? Ato vijnë nga nënvetëdia, pjesa e fuqishme që kontrollon zakonet, frikrat dhe suksesin tënd. Çfarë është nënvetëdia? Nënvetëdia është pjesa e trurit që ruan memorien, zakonet dhe programet e jetës tënde. Ajo kujdeset për bijetesën. Ajo përsërit automatikisht ato që di. Pa e kuptuar, ajo vendos shumë nga veprimet dhe mendimet e tua. A e ke ndjerë ndonjëherë sikur bën gjëra pa arsye? Kjo është nënvetëdia duke punuar. Si na bën të bllokuar? Shumë kufi dhe frikra që ndjejmë janë programime të vjetra të nënvetëdies. Si ti nuk mundesh, do të shtosh, kjo nuk është për ty. Por këto nuk janë të vërteta, por janë të ngulitura në nënvetëdien tënde që mban mendjen të sigurt. Shembull real. Njerëzit që ndryshojnë zakonet ose arrijnë sukses të jashtëzakonshëm nuk janë të veçantë. Ata thjesht programojnë nënvetëdien duke bërë gjëra të vetëdijshme që ndryshojnë zakonet dhe besimet e tyre. Si ta përdorësh fuqinë e nënvetëdies? Vendos qëllime të qarta. Përsërit afirmime pozitive. Vizualizo suksesin çdo ditë. Shfrytëzo momentet e qetësisë për reflektim. Këto hapa të thjesht ndihmojnë të marrësh kontroll mbi nënvetëdien dhe të ndryshosh jetën tënde. Nëse do të shfrytëzosh fuqinë e nënvetëdies për sukses dhe transformim, ndiq serin ton. Abonohu dhe mos humb videot e radhës. Potenciali yt i fshehur është gati për të shfaqur.